do të shkojmë tani në Berat me kolegen Blerina Cene të shikojmë çfarë po ndodh atje. Bela. Landit përshëndes, ndodhem në bashkinë e Beratit, si kundër ti e njoftove, deri në këto momente që flasim kanë kaluar mbi 8 orë nga nisja e procesit zyrtar të votimit. Nëse bëj një krahasim me orën 14 me zgjedhjet e 11 majit të 2025-s, duket se ka një ulje të numrit të votuesve, 14.5% e votuesve zgjedhësve që janë rreth 82.161 të tillë kanë shprehur vullnetin e lirë në krahasim me majin e 2025-s që janë 28.96%, afro 29%. Nëse bëj një tjetër krahasim me vendoret e 14 majit të 2023, gjithashtu kemi një përqindje të ulët të votuesve, janë 25%, ndjes 25.38% për të qenë më konciz. Në këto momente që flasim, votimi po vjon, nuk ka pasur problematika, megjithatë unë kam të ftuar zotin Demo, Ervin Demo, drejtuesin e qarkut të Bashkisë së Beratit, një herë zgjedhë ministri i shtetit për pushtetin vendor. Përshëndetje zotit Demo. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Cila është pritshmëria juaj për këto zgjedhje dhe pse mendoni që ka një shprehje të ulët të vullnetit të votuesve krahasuar si me parlamentarët e 25-s, por edhe me vendorët e 23-shit, kur ju në fakt keni qenë vetë kandidat? Spari unë besoj që ajo çfarë është e rëndësishme sot është që të gjithë qytetarët në Berat të shprehin vullnetin e tyre me vot, t'i drejtohen qendrave të votimit. Fatmirësisht procesi deri tani ka shkuar normalisht, përveç disa probleme teknike të vogla në orët e para të fillimit procesit, por më pas çdo gjë ka qenë le të themi stabilizuar dhe brenda normalitetit. Ne duhet kuptojmë që unë nuk duhet ndalem shumë gjatë në arsyet pse kemi këtë lloj përqindje deri tani, sepse ato mund të jenë disa, por kuptohet që vetvetiu koha e shkurtër e fushatës është një ndër arsyet kryesore. Më pas sot ne fatkeqësisht kemi edhe një mot pak më të agravuar se zakonisht, por në tërësi unë besoj që shifrat që ne jemi duke prekur deri në këtë moment që flasim, e numri total të votuesve afërsisht që kanë votuar në 11 maj, besoj që ka akoma disa orë përpara, patjetër kjo shifër do të rritet edhe besoj do të kemi kohën e mjaftueshme për të bërë analizat. Por ajo çfarë unë do duhet të analizoja përsëri është i bëj thirrje të gjithë qytetarëve të drejtohen qendrave të votimit për të shprehur vullnetin e tyre të lirë dhe patjetër me këtë veprim ata nesër patjetër ka më shumë le themi edhe të drejta për të kërkuar atë çfarë ndodh në qytet. Zoti Demo, zoti Ceca deklaroi në momentin që votoi se do të ketë një rezultat të ngjashëm me atë të 2023-shit. Cila është pritshmëria juaj? Unë nuk dua të thyej jeshtjen zgjedhore, por në fakt zoti Ceca do ta kaloj rezultatin tim të 23-shit. Në 23-shin e kemi marrë rezultatet 62%. Besoj që rezultati në këto zgjedhje do të jetë mbase në pjesën e sipërme të 70%, por për ne pak rëndësi ka kjo. E rëndësishme është që mbi të gjitha procesi të vazhdojë normalisht, të ketë sa më shumë pjesëmarrje dhe patjetër pastaj ajo është zgjedhja e qytetarëve tek kujt do t'i besojnë me votën e tyre drejtimin e bashkisë deri në 2027. Landi ishim me zotin Ervin Demo, drejtuesin e qarkut të Bashkisë së Beratit, një herë ministri i shtetit për pushtetin vendor, në rastin që ju nuk keni një pyetje tjetër? Jo, faleminderit Bela, ishte i qartë zoti Demo dhe në apelin e tij për të nxitur pra njerëzit që të dalin të votojnë edhe në Bashkinë e Beratit. Faleminderit Bela.